Mirëmbrëma dhe përshëndetje gjithëve miq, ritakojmë sërish së bashku, ditë e mërkurë sot, ne pa filtra, kështu rehat dhe do të kemi mundësinë që sot jo vetëm të shqyrtojmë një personazh i cili i përket botës së showbizit edhe atij elementit roz, por do të marrim pak më shumë vesh edhe këto informacionet nga jeta e tij private. Por përpara se të kalojmë aty, dua të them dy fjalë për puntatën e kaluar, një falënderim për të gjitha portalet të cilat na kanë shpërndar lajmet tona, për dashurinë që keni treguar në këto vetëm 3 puntata kemi arritur të mbërthejmë goxha shikuese dhe patjetër ato komentet e para që duam të themi faleminderit. Absolutisht, unë gëzohem shumë kur në tavolinat tuaja dhe në telefonat tuaj gjithmonë klikohet emri Radar Pikale dhe sigurisht pa filtra, aty ku diskutohen temat më të nxehta, më pikante dhe ato ndoshta të pafuna dhe pa dëgjuar ndonjëherë, që ne kemi ndodhur që ne jemi munduar të sjellim ato që nuk janë dëgjuar dhe ato që nuk janë thënë. Pavarësisht se lart e poshtë qarkullojnë shumë zëra, por çfarë do të zbulojmë sot? Pikërisht do të ndalemi me një personazh i cili patjetër që di se si të sjell risinë dhe patjetër di të tregojë të vërtetat. Le të themi që shumë pak sot guxojnë të tregojnë të vërtetën në ekran edhe ta japin të drejt për drejt. Pa filtra dhe nuk mund të mungonte në pa filtra një personazh i cili është pa filtra. I themi mirëmbrëma dhe përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Unë jam ai personazhi i botës së roz, por që visha me zezë se të bëj kontrastin, të bëj gjëmën. Për të thyer ato ekuilibrat, po, për mbajtur një lloj balance. E para një suksese, urime, më bësh shumë qefi për këtë. Ju kam ndjekur, mos bëj kot tash si u them që shikoj se ju kam ndjekur, gjasme. Okej, vlerësoj, po. Jo, ju kam ndjekur, keni pëlqyer shumë, jam bërë çik xheloz, patjetër që jam bërë çik xheloz që e keni marrë këtë gjë. Edhe këtë s'kam se ta mohoj. Sa i sinqert, sa i drejt për drejt. Po tash ti kur jemi për të tjerët, mos jemi për veten. Okej. Edhe mirë më pëlqej dhe studio një që nga fantastike, më pëlqej shumë. Të pëlqen energjia, domethënë, të pëlqen struktura e studios, dizajni, Jo, në përgjithësi ka një lloj vibe, pozitiviteti, energjia juaj. Pastaj ti je zjarr mi shoqë. Po ja pra, më shkon mua me shëtë zjarë. Po pra. E pra ja kështu me energji ka shumë. Eldon të pyesim mirë se ka qenë kjo periudhë për ty. Periudhë skandalesh jam unë. Dëgjoj, skandalesh, domethënë se ka një problem shumë të madh. Të gjithë i quajnë skandale, ndërkohë unë nuk i quaj skandale, unë thjesht them atë që të tjerët mendojnë ose thonë me vete, por kur nuk e ngren zërin. Nuk e ngren zërin lart. Dhe një nga gjërat që unë kam më shumë problem ose që unë nuk mbaj dot brenda vetes time, është kjo gjëja që se shumë më thonë do të kopjosh që Fabrizio Coronën, jo po do të kthesh në gazetarin e skandaleve, pavarësisht se unë jam kthyer dashur pa dashur, Nuk është se unë kam dashur ta bëj këtë gjë, realisht. Po domethënë nuk është se ti ke pasur një lloj strategjie, jo. Absolutisht. Ti ke dashur sjellësh veten tënde. Ashtu sikur se je. Këtë lloj gazetari e di unë të bëj, nuk di të jem servili kurkujt, nuk bëhem dot servili kurkujt, nuk bëj dot rolin e tutorit siç bëjnë shumica e personazheve të njohur të botës së ekranit që kanë një shpurr nga mbrapa femrash dhe që i përdorin për X arsye të vetat, janë gjëra që unë si ka përdi dot, dhe për sa kohë nuk i ka përdi, unë do them atë të vërtetën time. E vërteta ime është kjo. Kështu që kujt i pëlqen, kush i pëlqen me hedh në gjyqe dhe deli humbur. Sa gjyshe numëron deri tani Elton? 8 kisha, po duke janë të rreshur, janë 6 që do hikim besoj edhe ato dhe pres të rejat se kemi personazhe pafundë që unë vazhdoj dhe nxjerr të vërteta të njerëzve që mua më vjen keq pse hiqen dëgjoj. Se shumë eksaktësisht çfarë nuk të pëlqen, pse të ngacmon, pse ndodh kjo. Për sa kohë ne jetojmë në botën e rrjeteve sociale, për sa kohë ti supozohesh që je një shembull Xhiljola. Unë po të marr për shembull Xhiljolën, Xhiljola kur ishte në një reality show që bëhej diku, ishte një person që ndiqesh edhe siç ndiqet dhe normalisht është shembull për një kategori të caktuar njerëzish që mund të jenë, duke pasur parasysh edhe pjesën tjetër që në Shqipëri nuk ekziston filtri i moshës. Dhe shumica e vajzave të vogla që duan dhe në rastin për shembull aspirojnë të bëhen. Duan të bëhen thotë si Xhiljola, ose në rastin tim për shembull, siç unë kam ja 3 javë që merrem me Luana Vjollcën, duan të bëhen thotë si Luana Vjollca. Marrin pra si një rol model kështu për ta ndjekur. Po patjetër pra. Të gjithë neve në atë moshë kemi pasur një idhull. Po, e vërtet. Absolutisht. Domethënë, ti vetëm ti je një njeri pa botë, pa zemër, pa ndjenjë, pa asnjë gjë që ose ti jetosh i mbyllur brenda një shtëpie me 4 mure, pa botë televizive, pa internet që të mos kesh. Sot të tërë kanë. Dhe ti thua unë do bëhem si kjo dhe shef që ti merr 80.000 euro lule. Po ku i merr ti këtë lule? Kush të sjell ti këtë lule? Ti harxhon 1 milion lek për të bërë thonjt.
Ti bën kaq, po, më tash ti i ke pasur kolegët e tua që donin 4.000 euro në muaj për të larë flokët. Kështu që në fakt janë thënë shumë ekran. Po. Homologe, homologe. Që kemi ndarë tintat korridore se po kolege quhen tash. Njerëz, po jemi në treg shumë të vogël, jemi në Shqipëri. Njëri tjetrin njohim shumë mirë tani, kështu që patjetër 7.000 lekë do ta blesh bojnë flokët e të mjekës se të patjetër. Dhe po thoja, që ti dashur për dashur, mbase ti do ajo ose ai kërkojnë të shesin veten e tyre, të ngrenin standardet e tjera për të pasur një dashnor ose dashnore me lek për t'i mbajtur, për ta ditur që shiko ti më vërtet do më kapësh mua, unë jam dashnorë jote, do të kesh parasysh unë kam kaq mijë euro shpenzime. Po këtë gjën që ata bëjnë për veten e tyre, llogaritës që janë dhe 5, 10, po qoftë edhe një personazh jashtë botës së Instagramit, që ty të shet edhe do të kopjoj. Dhe do shkatroj veten. Po. Normalisht. Janë një shembull negativ në këtë. Pikërisht, dhe mua kjo gjë nuk më pëlqen dhe dua shumë që këto gjërat që nuk janë reale, ti them që janë reale. Realisht. Dëgjoj, po ti ndes shumë polemika dhe ndes shumë debate, ndes shumë hilaritet. Po sepse ka një problem shumë të madh Gjiliola. Elektrizon shumë situata, ti përplas njerëz shumë të lloj formash. Po, dhe shumë mirë bëj. Unë nuk jam personazh që jam i varur nga jeta publike. Po. Sepse kam lekun tim. Nuk jam personazh që jam i varur nga X personazhe të tjerë që bëjnë evente dhe që do të ftohet patjetër. Nuk më rruhet hiç fare. Po fare, madje as nuk i shkoj dhe kur më ftojnë. Sepse e urrej falsitetin, e urrej që është aty brenda, jo tek femrat, po tek burrat, se burrat sa femrat sot. Nuk jam tip që më interesojnë shumë kjo jeta glamour që bëjnë këta. Po këta harrojnë diçka, që bëjnë një jetë glamour dhe kur kthehen në shtëpi hambuk me djath, tek ajo shtëpia me qera që rinë, që kanë 3 muaj pa ja paguar qeran. Në një fasadë madhe, ne kemi thënë media e ka këtë. Kështu që unë nuk jam i varur nga këto gjëra, nuk kam pse të jem servili kurkujt. Që aman, ti e mund servili jot që ti të më ftosh mua diku. Nuk dua unë fare të më ftojnë. Dhe madje shumë nga këta po të më ftojnë e di shumë që do më hedhin koçifoz në godë që kam. S'më kishte shkuar dëgjoj. Pyetja pash më vjen mua direkt në mend se e para e dyta e tretë merat po. A mendon të rifutesh sërish në Big Brother ti? Po jo, e kam pasur ftesën, unë kam pasur ftesën. Unë kam pasur ftesën për të katërt, po unë kam pasur ftesën për të katërta edicionet. Ke nerva? E ke refuzuar? Shiko, nuk ka qenë se unë e kam refuzuar. Ditë them që tek dyshë unë u çarmatosa komplet sepse nuk mund të futesha, sepse kishte Luizin më kam shumë mik dhe nuk mund të shkoja të futesha në Brother. Tek treshi pata një mos rakordim sepse unë doja t'hyja që në fillim, ata më caktuan javën e dytë, po unë dashje si dashje një kokë. Jemi këtë që kush futet në fillim tregon rëndësi. Jo, mua më futet edhe ditën e fundit dhe ta hedh shtëpinë e erë, nuk e kam aty. Un kam thjesht un thjesht doja kapriçot e mia ishin që un kisha që fillim sepse unë e shikoj veten time që e meritoj që tim që fillim dhe jo javën e dytë. S'kam pse. Që prandaj janë. Po me Luizin çfarë raporti ke? Domethënë raport shumë të mirë miqësor, është nga të vetmit personazhe që ka pasur ndonjëherë Big Brother. Big Brother normal edhe Big Brother VIP që kam marrëdhënie fantastike, është vetëm një njerëz që nuk po llogarit se Rozana Radi, sepse Rozana Radi nuk kam jetuar me Rozin. Edhe kemi 20 vjet me ndërteje tha breke. Ashtu bash, po. Jemi, kështu që nuk e llogarizoj të Rozanën se kam si pjesë të shtëpisë, ndërsa Luizi është i vetmi që është ka ardhur nga bota e Big Brother që është njeriu më korrekt që unë kam njohur ndonjëherë, pavarësisht fjalëve të tjera që thonë njerëzit, se janë këto zilit që ta shpifin, është shumë korrekt, shumë i dashur, shumë i sjellshëm, shumë mirënjohës për atë që ti ke bërë, për atë që unë kam bërë, se kam bërë ndonjë gjë të madhe, po për aq sa unë kam bërë. E rëndësishme kjo pjesë. Po, ta vlerëson edhe mirënjohja. Po, shumë, edhe ai edhe Kiara, edhe Gjerasin që ti falenderoj për gjithë mirënjohjen që më kanë dhënë. Dua të pyes Elton, këto skandale që ti the që më shumë se sa skandale janë të vërteta dhe të vërteta cilat kanë dalë nga skandale i cilësojnë ata. Po, i cilësohen patjetër. Nuk cilësoj fare skandale. Janë të vërtetat e tua, mendon se të kanë dhënë. Nuk janë të vërtetat e mia. Atëre, që se e vërteta ime është
i bie pastaj që ti diçka relative. Ajo ime mos jetë jotja. Jo, unë them të vërtetën time. Unë them të vërtetën e tyre. Aha, okay, bukur. Më kupton? E vërteta e tyre, se e imja është tjetër gjë pastaj. Unë mund sa 500 gjëra dhe them kjo është e vërteta ime dhe pikë. Jo. Po sa të kanë ndikuar këto pozitivisht dhe sa negativisht? Unë nuk bëj për të atëre, se ky është pra ti nuk ke asnjë zero interes mediatik. Pra është fare më zero, nuk unë se kam fare këtë pjesën. Po të ishte të kisha shfrytzuar rrjetet e mia sociale për këtë gjë. Në qoftë se ti futesh në rrjetet e mia sociale. Po ja, futa mund tani? Urdhra, ke ndonjë gjë që unë mund ta kem shfrytzuar, përveç se mund gjesh shprehje për të qeshur, apo batuta apo video. Nuk e di çfarë edhe unë, jo, nuk e kam fare te kjo pjesë. Fare zero. Profilin e ke mirë shumë. Jo, mirë, okay. Dhe në fundit edhe suporti emocional dhe familjar që i ke dhënë Shpat Kasapit së fundmi. Po, atë patjetër. Që ke dalë, ke pasur një deklaratë shumë të fortë së fundmi me Olsa Muhametin edhe raportin me Edin që kanë qenë një marrëdhënie ke thënë, ëh? Një lidhje dashurie janë këta të dy. Jo, se kam thënë një lidhje dashurie, kam thënë ka një lloj raporti. Që raporti mund të jetë varet se si mund ta shikosh. Spiritual, po. Jo raport dashuror, qoftë mund të jetë edhe dashurore, tash ata mund të dinë vetë se punë e tyre, po dy gjëra ka. Ose Olca thot sa lekë ka dhënë Edi që po e fut çdo Big Brother, ose çfarë ka Olca Edi që po e fut çdo Big Brother. Po mirë, dëgjoj. Ti mund të kesh marrë sigurisht i filtruar kështu ja futur kështu si këta gazetarin investigativ. Mis jam. Thjesht unë them atë që mendon çdo njeri jashtë. Shiko, gazetaria roze ka këtë patjetër që ne do japim mendimin tonë. Ju pëlqen këtyre personave. Si blen. Po si të blej ty për shembull, ha. Me intuit. Ora mund të bëra pyetje ti më këtë pyetje. Kjo është inteligjencë po. Ja për njerëzit që na ndjekin nga ekrani thon këta gazetarë të showbizit, mos si marrin vesh këto informacione. Se nuk se flekë me Luanën apo flekë me Bora Zemani, për shembull, si merr vesh Eltoni informacione që del më pas. Para njëri nuk them asnjëherë asnjë lloj informacioni pa e verifikuar minimalisht në 3 burime dhe pa e verifikuar dhe vetë. Po, e vërtetë. Absolutisht. Janë ato W-të e gazetarisë, po jo të cilat patjetër që duhet të shërtohen. Showbizi, gazetaria roz ta lejon dhe pas edhe një lloj burimi, sepse ti je thjesht tash e them. Edhe një opinion tënd, një opinion vetjak, se si ti e shikon këtë raport. Por jo, unë s'dua ta bëj. Nuk është e gabuar. Pikërisht, unë këtë gjë s'dua ta bëj. Dua çdo gjë që do publikoj ose çdo gjë që do them, dua ta kem 100% të vërtet dhe të sigurt përpara. Po tash ja të them unë, po ç'të duhet ty? Burimi im është i imi. Dashkë ti burimin tim. Po për shembull sot mi thon Leona Qerreti, ha. Po patjetër janë. Tani dua. Ja, ta herë që po. Jam shumë kurioz përveç gjyqeve, kështu kërcënime ke pasur ndonjëherë? Jo më lart se kam qenë në RTS i ftuar, në të njëjtën ditë që kam qenë bashkë me Xhilolën, dhe ndërkohë që bëja grimin, kam marrë një telefonat dhe drejtuesi nga personazhi vet. Po. Një tjetër që ishte bashkë me personazhin. Okej, menaxheri mund të themi kështu, okay. Po që menaxher se sa mama tash ti. Shikoj se këtu menaxher le ta themi që janë shokë të ngushtë, janë kushërinj, janë ky personazhi, kjo vajza që vëri këtë djalin që më mori, është një personazh që jeton akoma në shtëpinë e ish të dashurit, që ish i dashur i ka lënë 3 herë afat për të liruar shtëpinë, që ajo thot 3 herë rresht, shiko se unë nuk kam se ku të shkoj, dhe tani i ka po sepse ish i dashur, unë tashmë e kam shok. Dhe ai vetëm më thot, të lutem se i thash po çfarë duke bërë. Sa i kam lënë pusha. Dhe i ka lënë afat deri në janar. Dhe nëse ajo prap nuk del në janar, unë aty pastaj kam gojën kaq. Di unë se çfarë bëj. Edhe se si flas. Se si e kishte emrin ky personazh? Emi ajo është. Po thoja, si kishte. Ne po të thoja që atë ditë isha në studio, ndërkohë që po bëja grimin për ty në studio, më merr dikush, më kërcënon dhe madje Fiodora prezantonte, më tha nuk të shoh mirë, çfarë ka thënë, kush. Po, ishin bashkë aty te grimi dhe po. E thash unë asgjë, s'ka gjë. Jam mësuar se me ndërte e tha neve nga Vlora themi këta ta han mund. Dies, pip. Pa filtr. Po. Kështu që se kam fare këtë lloj problemi, edhe nuk kam pas dhe personazhe të botës krimit që unë i kam përmendur, ka pasur ndërhyrje nga njerëz të tretë, të katërt që mos ta përmend, ta heq, ta fshi, ta bëj, nuk fshi, nuk heq asnjë gjë, nuk është.
jetojmë në një vend me kaq pak njerëz që edhe po se thash nuk ka dia i tjetri. Shikoj jemi një treg i vogël mendon apo ndonjëherë sa i vogël. Po ne treg fare bizë. Jemi treg i vogël. Shikoj çaj. Ja pa të them. Po si mos jemi treg deri po një sekondë ai ton tani na bën në kontradiktë. Di pse se tani nëse ti thua që jemi treg. Po si treg? E di në momentin që ti thua që nuk jemi treg, ti thua që këtu pazari me kë bëhet? Një sekondë, këto çupat me kë bëjnë pazari? Një sekondë këtu. Një treg ekziston, po sa i madh jemi. Ato makina si blihen, ato rroba si blihen, që nuk është treg. Me clearing? Po patjetër. Çfarë forma? Clearing ka bërë reklamë ti nëse lulet. Kështu? Po pse më ke dalë? Se ato lulet nuk janë vërteta mendon? Dhe të tjera variante, versione. Po pse ti kujton se lulet janë të plera? Fal, ka për mua betë. Lule me clearing? Po ashtu thon portalet. Pik pyetje. Nëse thashon. Portalet pra. Portalet. Po. Unë jam portal. Okej. Do të thonë të blera. Ti thua që nuk ekziston një treg këtu në Shqipërinë tonë. Sa do i vogël qoftë ai? Po urdhra. Po e thot, ka tregj them, është tregu europian i showbizit, tregu i Hollywoodit, pastaj Bollywoodi, çfarë të duash ti etj. Janë ata. Ne jemi fshatarët që shesin me karton poshtë pallatit. Ky është tregu jonë. Bën atë edhe për to. Na bëre reptilian fare. Po ka jemi. Shiko, në një vend ku ti prodhon çdo vit 30 personazhe publik, po ndërkohë je vetëm 2.4 milion banor, hajde mos e rroti mua se çfarë je. Ke më treg. 30 thash unë më e pakta, se 30 i nxjerr vetëm Big Brother. Pa folur 30 që të nxjerr përputhen. Pa thënë 20 që të nxjerr X Factor. Pa shtuar 20 që të nxjerr Albanian's Got Talent. Pa shtuar 20 Ferma VIP. Edhe përputhen, edhe ja u bë. E tham atë, që llogaritë, i thonë 100 dhe ca personazhe që dalin çdo vit si personazhe publik dhe të tërë e mbiquajnë veten VIP. Po pse kjo dëshirë kaq e madhe, domethënë që pse ata shohet kaq shumë dëshirë për të bërë të famshëm? Ne jemi bullgarët e viteve y. E ke parasysh në vitin 90-92, meshkujt shqiptar masturboheshin me foto femrash bullgare, me cicat silikon deri këtu, buzët gom deri këtu. Atje jemi ne akoma, po të shikosh, femrat shqiptare janë akoma tregu bullgar. Luana Vjolca, për shembull, po të shikosh, ka një gabim midis të suksesshmit dhe personit të famshëm. Jo, nuk ta kthej fare përgjigjen, pa ta thënë këtë fjalën time. Luana Vjolca është tipik Hazizi i viteve 95. Ka një ndryshim midis të qenurit i famshëm dhe i suksesshëm. Domethënë, këtu duan të jenë të famshëm apo duan të jenë të suksesshëm? Këtu duan të kenë pordh. Po, kjo është. Si e zhvillon ti këtë? Unë se zhvilloj fare, unë ha grosh edhe kaq. Pse ndodh kjo? Si të kem port pra? Po pse kanë këtë dëshirë? Po ku diun për pyetje ata, vuajnë nga deliri i madhështisë shqiptare. Kjo është deliri i madhështisë. Vuajnë nga deliri i madhështisë. Janë njerëz që vuajnë nga deliri i madhështisë, janë njerëz. Fama fitohet me 2 sekonda. I bie në qafë, i bie mirë, se do i them unë atyre. E thua ti këtë që e mendon kaq holl, po ai se mendon fare kaq holl. Ai thotë me filani do iki do haj qyl tash sepse kam qenë në një spektakël. Ai tjetri thotë do pi qyl sepse kam qenë në një spektakël tjetër. Ai këtu funksionon për të marrë gjëra qyl, clearingu. Prandaj, dhe kur nuk i funksionon, pastaj kalon në depresion, ai thotë, jo, po pse ty të funksionon, dhe pastaj fillojnë të shajnë njëri tjetrin, fillojnë nxjerrin holliqet njëri tjetrit, aty del dhe burimi që kërkoi ti shpar. Kështu që shumica e këtyre lloj personazheve janë fluska, më fluska sapuni, po. Që do çahen mendon. Që mendoj, po se mendoj fare mos ato çahen sa po formohen, po ta ngërliku ka pasur Gjiljola ka pasur njërin në tek ai reality show, po. Reality show, që s'kishte dhënë vet në gojë, po ndërkohë thoshte unë harxoj 5.000 euro. 3.000 euro, po 3.000 euro, po. Po harxoj 30.000 lekë për të vënë një dhëm të paktën. O zot, domethënë. Ma kupton? Ka di ku shkon. Kështu janë. Po, Elton, këtë ashpërsinë, kritikën e thiktë të prerë me limon. E ke me mlef, po pse ka shumë të fortë paske. Këtë natyrën pasionante që të shoqëroj. Pasionante janë vetë, si natyrë. Po thika shumë e mprek mirë përpara se të thuash një fjalë dhe godet. Po jo, e vërteta, po jo të duket ty ashpër. Sepse e vërteta është e vërtetë, se e vërteta dhëm. Po dhëm, pra dhe tash ajo duket ashpër në fakt. Ajo është ashtu. Shiko, për të them, janë 3-4 personazh që unë i quaj tutor të vajzave të showbiz. Dhe kur them tutor, realisht tutor.
tutor që i punojnë vajzat. Ti e di që ka shumë vajzat të showbizit që i punojnë si eskorta, këto 4-5 personazhe apo se di? Pavdidi është një atje, këtu ka disa pavdidje. Po, Pididi, po thua. Po thua që ka personazhe publik të cilët janë eskorta. Ti thua po thua. Po. Ore e ke plot. Pse ato që kanë vajtur në përburgje? Sa personazhe publike që shkojnë në përburgje? Që s'ta them dot tu sepse e kam diku tjetër për ta thënë listën, po e di se sa ka? Ekziston një listë, imagjino sa shumë, po thua. E kuptoj. Është vërtet. Po për shembull, në çfarë mënyre komunikojnë këta me njëri tjetrin për të arritur çfarë bëjnë, duhet të shesin shpirtin djallit që të kapin një standard, të kapin një nivel, të arrijnë një qëllim, të arrijnë një objektiv. Ato janë treguar, aspektit material. Janë treguar, le të themi deri diku të zgjuar në kuptimin duke e ditur shumë mirë se çfarë kërkojnë këto vajzat sot. Kërkojnë famën, kërkojnë suksesin, thojza. Nga ajo ngatresa që thamë në fillim. Edhe duhet të jenë në qendër të vëmendjes. Dhe këto i premtojnë në pjesëmarrjen në X programe, i çojnë në programe të ndryshme se këto 3-4 personazhet që po them unë janë edhe backstage i disa programeve televizive që bëhen nëpër disa televizione. Dhe këto i shfrytëzojnë këto gjë që kanë duke i nxjerrë këto nëpër ekrane her pas here dhe duke i thënë që unë ti po të bëj dikush, po të rris pjacën, po të rris vlerën. Dhe pastaj fillojnë kërkesat e të fortëve që do më bësh mua këtë, është e rëndomt kjo, pse ty s'ka ndodhur, ka thënë për shembull një shok që si s'ma bëre ti mua Gjiliola fjalën që bie. S'ka shanse. Pa e zëm po them në mos Gjiliola Benita, Si një shembull të caktuar, je në këtë shoqëri edhe ndodh kjo patjetër. Tash ti llogarit që aty tjetri ti thot dikush tjetër nga burgu dhe i thot vllai t'jap 10.000 euro ma sën mua këtë. Wow, mirë. Okej, këto muhabete lart e poshtë kaq të shoqërosura e të shoqërosura vetëm unë që si kam të shoqërosura muhabete të kriposura me space brenda. Shumë të ëmbla në raport me njëri tjetrin tutorët me vajzat e skorta. Po. Shoqëria në shërbet fare kur e mendon që sa shumë fitime kanë të dyja palët në njëjtën kohë, flasin kështu brutalisht e pa menduar shumë. Foto të qeshur, të veshur bukur, të krefur, ti thua wow. Shoqërosën tonë duhet të kripur. Wow, thua çfarë jetë bëjnë këta. Ndërkohë në çantë kanë pjatën, tjetri ka tjera gjëra, tjetri ka klient, nuk është i boll shumë e shumtuar e shpifur. Pra në këtë mënyrë ti zgjedh që të bësh gazetarin tënde apo ke dëshirë që vërtet të godasësh një target group i cili prek. Jo, sepse pastaj quhet tendencioze. Jo. Unë bëj gazetarin time kaq. Eldon, kjo e vërtetësia jote. Sa mendon se të ka afruar me median dhe sa të ka larguar? Domethënë, do media shqiptare vërtetësinë apo nuk e do atë? Ku është drejtësia? Afër dhe larg. Afër dhe larg. Dgjoj, po mirë, okay, këtej nga showbizi ke informacion, por nuk duhet haruar dhe nuk duhet të shpëtoj nga sytë dhe nga veshët. Po e kam patjetër. Sepse janë të lidhura njëra me tjetrën. Po. Çfarë mund të na thuash për politikën? Çfarë është duke u folur nëpër korridoret e politikës të parlamentit tonë të dashur? Ne kemi patur mundësinë, luksin edhe e kemi gjetur një farë mënyrë të drejtën për të dëgjuar si popull për hallet tona një krah dhe nga krahu tjetër. Pastaj kërcasin to fishek zjarret në skuta, në rrogoze, në themele. Unë kam përshtypjen shumë biznes bëm të sop. Për momentin në Shqipëri është duke u përgatitur ndjesia ime, nuhatja ime, edhe për unë shuhem që e kam të madhe. Kështu që nuhatja ime thotë që këtu po tentohet të ketë një grup shteti politik prokurore, nuk e di diçka që do të ndryshojë komplet sistemin midis këtyre që po drejtojnë tash, atyre që kanë drejtuar deri dje me një kastë re politike dhe po shfrytëzohet një grup prokurorësh për të arritur kjo. Dhe në çfarë mënyrë po kërkojnë që ta realizojnë këtë? Po ti besoj po e shef që po arrestohen ose po kërkohen pezullime ministrash, zëvendës ministrash, zëvendës kryeministrash. Pra ti mendoj që mund t'i besojmë ligjit
aktual në Shqipëri, Është qeverisjes? progresive. Do të shtit ashti. Kështë priteni se jam gati. Okej, mirë, shumë nga një dritë jeshile në fund të tunelit në këtë rast. Po dëgjoj se Shpresa vdesë ne fundit. nuk si televizion asnjëherë nuk kemi shkëputur marrëdhënie me politikën dhe kanë qenë të ndërseta me njëra tjetrën gjatë gjithë kohës. Raporti ngushësisht i mirë krijuar dhe formuar, politika, domethënë kemi parë shumë gra që duan dhe aspirojnë dhe aderojnë të jenë moderatore në ekranet e televizioneve shqiptare. Se kalon të Grida Duma, çka ke? Jo, nuk kam asnjë që nuk e Po kam jo, e sekundi. ke, se vetëm ajo. Jo vetëm Grida Duma, por kush është edhe tjetër, Monika Kryemadhi gjithashtu është përfolur dhe është diskutuar që ka dëshirë të jetë pjesë e një paneli të Big Brother. Si ka mundësi të ka shpëtuar ky si lajm? Janë aludime këto spekulime apo? Ajo thjesht Si? ka thënë që po më ofrohesh pse jo. Dhe kjo është thënë gjatë xhirimit të një pjesë e filmit që ajo ka marrë pjesë. Po, ka dhe provuar vetëm përveç si kësaj aktore. Orin e Biaj, Po Ori ka qenë moderatore, hyri pa dashje në politikë dhe doli mirë që e kuptoi dhe doli prapë. Ka aderuar Që ti kemi nëpërmjet Gridën dhe fushave s'ma të ishte ndryshme. rrugë. jo masja, absolutisht, lëre por tash ti. çfarë është kjo dëshirë e madhe që duan të aspirojnë dhe të kenë ato Sepse vjen një pikë që planet e ti, tyre po jo, e tyre për vjen një pikë diskutuar që dhe ti për e të parë. shef që në politikë nuk prodhon më dhe duke ditur që media është një pushtet, është një pjesë shumë e rëndësishme e politikës, ë? Pra janë të lidhura ngushtë. Çdo gjë është e lidhur. Patjetër. Fshatari që shet qumësh tek cepi thash i pallatit, Ka një lidhje me dikë tjetër, absolutisht. E kuptoj, dhe duke qenë se unë ti mendova se unë kisha me Grida Dumën dhe sa mirë që është ajo aty dhe në një farë mënyrë na hap një horizont, na hap një horizont shumë të mirë për të bërë një emision cilësor, për të dhënë pa kulturë, informacion, edhe për të treguar vajzave shqiptare një shembull shumë herë më të mirë nga ç'imi mësuar të shikojmë deri tani, shembulli copy paste i një Barbie silikon dhe nuk e shikojmë, por është një version tjetër që mendoj është moralisht i pëlqyeshëm dhe i aprovuar në heshtje të themi, por edhe me duar trokitje, përcillet lart e poshtë në komente Grida. Dhe e pëlqejnë target të ndryshme moshore që e përshafojnë dhe e dëgjojnë gjatë gjithë kohës. Si e shikon ti? Si ka arritur ajo të bëjë gjithë këtë publik për vete? Si mendon ti se e ka arritur? Mua ka bërë se unë se ndjek. Nuk e ndjek fare? Jo. S'ka ardhur asnjëherë ftesë nga ajo? Më ka ardhur dy herë, po s'ka vajt, nuk më tërheq, nuk i shikoj një person që ka qenë politik. Një person që ka qenë politik, ekstremisht politik, nuk mund të më shitet sot si apolitik. Nuk më gënjen dot, nuk më bën dot atë më katolike se sa papa. Mendon ti se Grida Duma i ka shpëtuar showbizit roz? Showbizit tonë shqiptar? Kushta? Grida Duma është në listën e personazheve që kanë qenë. Më të dëgjuar lart e Grida Duma poshtë. qëndron në Si e komenton ti? komentohet. Në top list apo jo? Po e themi kështu në top list Grida apo? Duma sapo thash ka qenë personazh. I përfolur? Më shumë i përfolur? Grida Duma ka qenë personazh që ekziston në listën e personazheve që kanë hyrë në burgje. Se ka pasur të dashurin në burg. Okej. Dhe si komenton ti? Çfarë na thua për mos u shako. Jo, nuk ka gjë. Ka qenë me të vërtetë. Jo, ideja është si komenton ti lidhjen. Ka qenë i dashurit Saliani, dhe është i dashuri bashkëtuesi i Grida Dumës. Po. Sepse shumë njerëz kur unë them këtë nuk e kuptojnë, e keq kuptojnë. Dhe ajo ka bërë vizitë se ka takuar njeriu e saj. Shumë mirë ka bërë këtë rast. Në listën e personazheve publik gabimisht kanë vënë të shkretën që ajo ka vajtur te familjari i saj, se janë 2-3 personazhe publik që kanë familjarët e tyre brenda, siç është Efi për shembull. I Big Brotherit. Po. Siç është Grida Duma, është edhe një personazh tjetër që s'e them dot se s'mund ta them se prish punë familjari që ajo ka vajtur ka takuar dikë. Shikoj ton, ti e ke zemrën edhe shumë herë në disa raste shumë të mirë. Rezervohesh, jo gjithmonë je shumë i ashpër. Po patjetër. Je i matur. Po patjetër, tash dëgjoj, jemi njerëz. Jo çdo gjë tregohet. Jemi njerëz në fillim. Po. Dhe më ka ardhur shumë keq për shkakun kur e kanë përmendur dhe Gridën dhe Efin si personazhe të eskortave, që ishte gjë më skandaloze nuk ishte, sepse me një laps, me një letër, ulur dhe bëj një llogari. Ku ka vajtur Grida në filan, kush është filani, kush është ky? Ky është bashkëtuesi. Eksakt. Kush është tjetri? Është ky djali, dashur është nga Tepelina, çka ka është Ef. Po është i fejuari. Okay, po. A më kupton? Pavarësisht se këtu i bien kokës dhe i bien pikërisht të personazhe që nuk arrin të kurbane të gjitha. Dhe kjo është ajo fatkeqësia më e madhe që ndonjëherë showbizit
të godet fort edhe është i pamëshirshëm në shumë raste. Në shumë raste. Po mirë, kohëve të fundit Luana ka qenë në top list të showbizit dhe jo vetëm për lulet, por edhe për fashë themet dhe së fundmi i fundit fare që unë kam dëgjuar dhe jam prezantuar gjithkohës në scrolling të Instagramit, kam dëgjuar që Endi Demneri është futur mes çiftit me Krenar Çoçaj apo jo. Është kështu, është ajo vajza Misi? Është futur në mes Endi? Ja. Po si është bërë situata? Çfarë ka ndodhur? Ata janë ndarë dhe më pas ai ka njohur. Ja t'ia drejtojmë si pyetje njëherë, pa dhënë mendimin tonë për ta marrë mendimin. Unë dua një të vërtetë jo tënde, por të vërtetë që ti Krenari me Luanën ka pas një kohë gjatë, një krizë goxhat fort midis njëri tjetrit, është përfolur edhe më parë që ata janë ndarë, po ta mbani mend. Para një viti. Po. Është përfolur, ka pasur një krizë, ka pasur një ftoje goxhat madhe të marrëdhënies. Tashmë më vonë janë ndarë dhe më pas Krenari ka bërë publike një lidhje tjetër që është lidhja me që se ka bërë fare publike, sa ata s'kan dalë fare, po njerëzit kur i kanë parë bashkë për avione apo VIP si quhen ato, sa unë iki për herë nga këto vende normale në për aeroporte, nuk shkoj nga këto VIP roomsat që kanë këto, çka kanë VIP gates. Që qëllojnë aty, kanë parë bashkë. VIP room, po. Siç ka qenë first class, klasi i parë i udhëtimit, të thua ti. Klasë të parë të udhëtimit në Wizz Air nuk e tash se po përmendi me emra firmash, priteni këtë, po është më lehtë. Po ato lule do të thonë si përfundim që ta marrin vesh ne Janë clearing. Jo si Luana ja ka bërë vetes dhe kështu. Po pra, vetes ja ka bërë, ka marrë firmën e luleve dhe i ka thënë këto lule do t'i marrë. Ato lule po thua kanë shkuar sërish në dyqanin e luleve? Po, me shporta siç kanë qenë. Siç kanë ardhur. Ky është mendimi. E kuptoj. Kush mendimi më është e vërteta dhe jo e imja, po është e vërteta. Mendimi është tjetër gjë. Mendimi është Elton, jemi kurioz të dim edhe pak për ty, se ti vazhdimisht flet për njerëzit e famshëm, je aty në median roz. Flasim për kështu nga ana profesionale, ku është Eltoni momentalisht, çfarë duke bërë? Eltoni është gjithandej. Se njerëzit kanë një hata për ditur edhe çfarë bën ky djali që flet gjithë botën. E di shumë se çfarë bëj unë. Po. Do vi ka keq të t'ja u rikujtojmë pak? Po, unë e di patjetër, t'ja rikujtojmë edhe publikut. Flasim pak edhe për Eltonin sot. Në reality show, përveç se jam edhe pjesë zyrtare e fermës VIP tashmë. Po. Pjesë bëra klubit. Si opinionist aty, patjetër. Po, patjetër, po ndërkohë neve punojmë. Do jesh sërish? Do jesh në një edicion? Po, jam. Kur do zhvillohet ferma VIP? Ferma VIP të vit fillon në mars. Okej, keni ndonjë personazh që qarkullon në për listat tuaja? Të themi diçka sot? Kemi një personazh shumë të njohur të botës së futbollit, futbollistë kombëtarës, shumë i njohur që është pjesë e fermës VIP. Okej, ja një informacion, faleminderit shumë ekskluziv që ndan vetëm ne për parë sot. Të them edhe një tjetër. Në filmin e Luiz Zellit, nga aktorët është Loredana. Loredana, do të jetë pjesë. Është pjesë. Aktorëve në filmin e Luiz Zellit. Loredana Brati, bëhet fjalë për personazhin Loredanës, e kuptoj. Po si nis mordial, si zhvillon, si përfundon një ditë e jotja për treguar kështu për shembull ditën tënde? Nuk jam tip që o do dal jashtë Shqipërisë, siç ndodhe rëndom që ne udhtojmë shumë. Po për shembull fansat, ka grupacione fansash për shembull që të hidhen në sulm. Një gjë që më habit, për shembull nga sulme që ti mund të kesh marrë në rrugtimin në karrierën tënde. Kur ishte Big Brother për shembull, kisha këto të Gjestit edhe të Eglit. Gjestin dhe Eglit. Po. Shumë janë fansa, janë fëmijë të vegjël që ose gra shumë të afeksionohen, do të thuash? O janë të vegjël, o janë të vjetër. Është një gjë që mua më shokon fare se janë dy ekstreme. Mirë po, janë dy ekstremet që janë edhe ekstremist në sjelljet e tyre. Domethënë gra që shajnë me libra shtëpie, listë të vdekurisht, çfarë ke, çfarë s'ke, po gra. Dhe madje gjatë jam edhe opinionist edhe në Big Brother, që bëj pjesë nga jashtë, jo i brendshëm në spektakël, si tek ferma, po tek emisionet dytësore. Të kuptoj. E kam pasur goxha të theksuar këtë gjë që më mallkonin, më shanin, më bënin pafundësisht shumë, siç kam edhe nga ata, pafundësisht prap shumë që më thonë bravo të qoftë, apo kështu e shqyret e ti e bërë e ti etj. Që guxon të japësh fjalën. Po sepse edhe tek këto dy reality show, një nga problemet e mia më të mëdha
është kjo gjëja që unë nuk intimidohem dot nga personazhet, nga të afërmit e personazheve, siç më ndodhte rëndom për shkak të Ferma VIP, që çdo Ferma Club që unë kisha të pamundur njerëz që më intimidonin ose të më akuzonin sikur nuk e shikoja Fermën. Vazhdojmë me një rubrikë Elton që kemi përgatitur këtu për ty dhe quhet Zgjidh e Mblidh. Ti do duhet të përgjigjesh vetëm me po ose me jo. Mblidh dhe zgjidh gjithashtu. Do të fillojmë pa humbur kohë me pyetjen e parë miq, a ke zbuluar ndonjëherë një VIP që përdor drogë? Po ose jo? A ka moderator që blen ndjekës dhe klikime? Po. A ke informacione për lidhje sekrete që ende nuk i ke publikuar? Po. A ka VIP-a që sillen keq me stafin dhe publikun që nuk e di? Po. A ke parë ndonjëherë një VIP të rrihet me partnerin pas kamerave? Po. A ke kapur ndonjëherë një shef televizioni me skandale intime? Ja. Jo këtu. A ka personazhe që paguajnë për të dalë në emisione? A ka këngëtar që nuk këndojnë kur live edhe pse ton të kundërtën? A ke një VIP që përfshihet në korrupsion? Po. A ka këngëtar apo gazetar, a ka gazetar në këra showbizit që bëjnë favore për informacione? Po. A ka VIP-a që duken të dashur por në prapasken janë agresiv? Po. A i ke humbur pranë dikujt me një lajm që ke publikuar? A i ke humbur punë, a i ke prishur punë dikujt me një lajm që ke që ti ke publikuar? Ç'e di, më ka thënë gjë. Okej. Më ka rreth në për. A të kanë kërkuar ndonjëherë të gënjesh në intervistë? Po. Dhe nuk e ke bërë. Patjetër. A ke dosje për VIP-a që pret i përdorsh në momentin e duhur? Dosje në kuptimin e fjalës si informacione? Po kam, sa duash. Okej, ne do të vazhdojmë akoma miq. A të kanë kërcënuar ndonjëherë VIP-a për lajme që ke publikuar? E ke thënë? A ke zbuluar ndonjë gjë që nuk e ke parë kur publikisht? Po. A ka VIP-a që paguajnë për të fshehur një skandal? Po. A mban krahun e ndonjë personazhi të njohur? Kujt? A ke parë ndonjë VIP që të tradhtoi partnerin? Po. A ka lajm partner? Madje, 2 partner bashkë. 2 partner bashkë. Wow. Kemi që i shpik vetëm për klikime? Ja, 0. A i prish marrëdhënien me njerëz për shkak të punës? Jo, sepse ato marrëdhënie që unë kam pasur, s'ka pas fare lidhje me punën, dhe unë kam pasur ditët marrëdhënie që kam pasur. Dgjoj, a të kanë ofruar para për të hequr një lajm? Ja. A ka VIP-a që sillen ndryshe para kamerës dhe ndryshe pas saj? Po e se të gjithë. Pasato. Pasato. A ke refuzuar ndonjëherë të publikosh diçka se ishte shumë e rëndë? Ta kujtoj? Ja, s'kam refuzuar. A të vjen keq për ndonjë lajm që ke nxjerrë? Ja, po, kam refuzuar. Ke refuzuar? Po, sepse bësh Jo, fjalë kujtoj, për. Toni. Po, bësh fjalë për një marrëdhënie çifti, ishte një familje në mes dhe prandaj nuk e kam publikuar dhe kam heshtur. Për hir të familjes. Po, për të hir. ruajtur. Ja, pra edhe njëjta gjë është dhe kjo këtu pyetje, a të vjen keq për ndonjë lajm që ke nxjerrë? Po, rastin fjalë. Jo, se kam nxjerr, pra pikërisht, se Nuk kam e ka nxjerr. nxjerrë, domethënë ka para Ah, prirë. ke para prirë. Pragmatizëm. Okej, Nuk e kam nxjerr. super. Atë po. A është showbizi më falës se imagjinojnë njerëzit, është shumë fake? 100%. A ka VIP që shtiren të varfër ndërkohë që janë shumë të pasur? Jo, janë shumë të varfër edhe shtiren sigurisht janë shumë të pasur. Wow. Është e kundërta. A ka lidhje të sajuara vetëm për marketing? I ke burre grua sot. A do Ka ishe të gati? edhe në gjyq. Po vazhdo. A do ishe gati të thyje miksin me tikë për një të vërtetë të madhe? Po dëgjoj, pra po ta Do them. prishe Unë miqësi? nuk kam miqësi, përveç se thash Luizit dhe Kiarës, Rozanës, që janë njerëz që i kam miq Po, e them, shpirti, Rozana, prej vitesh, po. jo miq vipliku. Nuk se kam pjesën tjetër unë si kam pjesë të showbizit. Është zgjedhja ime që e kam bërë, mos t'i kem pjesë të showbizit, që t'jem shumë komod me këtë gjë. Mos prek kërkën, sepse puna ime e do që nesër pas nesër ti do publikosh një lajm që dikon mund ta prekësh. Shumë kam zgjedhur që shoqërinë time t'i kem jashtë showbizit. Është favor kjo mendon. Po, Më mirë ti qëndrosh jashtë showbizit. Jam shumë mirë. Elton, të falenderojmë shumë. Unë sepse falenderoj realisht shumë ke për qenë pa filtra sinqeritetin, për 100% sot. transparencën, për gatishmërinë, Edhe për shumë i kushtimin vërtet. dhe për zbardhjen e lajmeve të Tash, unë pafundme kam që një ti ke problem menduar shumë sot madh. së ndashme në Duke u falenderuar një rreth parë që më ftua, dua t'ju kërkoj pak ndjesë për pjesën time kaq shumë pa filtra sa jam, sepse unë flas kam zgjedhur të flas jo me gjuhën e Grida Dumës që do përkthys, po kam zgjedhur të flas me gjuhën e popullit që mos do e përkthys. Edhe kjo gjuha e popullit është kjo gjuha që unë përdor, që po pak a shumë që e kam bërë dhe me ju, kështu që mbase deri diku kam thënë një fjalë që ju do përdorni në një pip, po
Si pa filtra që mi mundohemi sa më shumë ta reduktojmë atë pipin, por siç thash edhe një herë faleminderit. Ishte dashur kështu do të mbyllim edhe programin për ditën e sotme, do ju lëm ritakim ditën e premte me një personazh i cili është shumë i madh, po kështu big. Ju lëm takim të premte, mirupafshim.